Meditim për kohën e Kreshmës. E premtja e tretë e Kreshmës. Sakrifica dhe flijimi. Shtegu i dashurisë së vërtetë. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju përshëndes sërish unë Nora Ukaj në këtë premtë të tretë të Kreshmës. Gjatë kësaj jave kemi reflektuar mbi thelbin e rrugtimit ton shpirtëror, pra mbi dashurinë, faljen, kthimin dhe durimin. Sot në këtë ditë të premte, një ditë që tradicionalisht i kushtohet kujtimit të pasionit, pësimit, domethënë mundimit të Krishtit. Dëshiroj të meditoj mbi një aspekt thelbësor të Kreshmës, pra mbi sakrificën dhe flijimin si shprehje më të epërme të dashurisë. Për sot, le të dëgjojmë nga Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli 15, vargjet 12 dhe 13, ku Jezusi na zbulon thelbin e dashurisë së Tij. Ky është urdhri im: duajeni njëri tjetrin sikurse unë ju desha ju. Dashuria më e madhe që ndokush mund të tregojë është të jap jetën e vet për miqtë e vet. Të dashur dëgjues, fjalët e Jezusit janë të qarta dhe të fuqishme. Ai na urdhëron që ta duam njëri tjetrin me të njëjtën dashuri me të cilën ai na deshi ne. Mëtej, ai na tregon edhe pikën kulmore të kësaj dashurie, pra ta jap jetën e vet për miqtë e vet. Ky është thelbi i sakrificës dhe i flijimit, që gjen shprehjen e tij më të lartë në kryqin e Krishtit. Kreshma është një kohë gjatë së cilës ne jemi të ftuar që të reflektojmë mbi këtë dashuri flijuese të Jezusit. Ai dha gjithçka për ne, jo vetëm jetën e Tij, por edhe vuajtjet, poshtrimet, braktisjen që u bën ndaj Tij në çastet më të vështira. Dhe ai nuk e bëri këtë për armiqtë e Tij, por për ne, miqtë e Tij, me qëllim që të na shpengonte nga mëkati dhe vdekja. Sakrificë në kontekstin e Kreshmës nuk do të thotë vetëm heqje dorë nga diçka që na pëlqen. Ajo, pra sakrifica, është një akt i vetëdijshëm i dashurisë, një flijim i vullnetit ton ndaj vullnetit të Zotit. Ajo është një bashkim me vuajtjet e Krishtit, një mundësi për të ofruar dhimbjet, vështirësitë dhe dorëheqjet tona, jo si qëllim në vetvete, por si mjet për të rritur në dashuri. Kur heqim dorë nga një ushqim, nga një shprehi e keqe, apo kur braktisim me vështirësi një veprim të caktuar për hir të Zotit dhe të afërmit, ne po bëjmë në fakt një flijim. Ky flijim nuk është një mënyrë për të paguar për mëkatet tona, sepse shpëtimi ynë është dhuratë e pamerituar e Zotit, por është një mënyrë për të treguar dashurinë dhe mirënjohjen tonë ndaj Tij. Është një mënyrë për të vdekur ndaj vetvetes dhe për të ringjallur me Krishtin.
Sakrifica na ndihmon që ta forcojmë vullnetin, ta thellojmë disiplinën shpirtërore dhe të bëhemi më të lirë nga lidhjet e kësaj bote. Ajo na bën më të ndjeshëm ndaj nevojave të tjerëve dhe na nxit që t'japim më shumë nga vetja. Le të jetë pra kjo e premte një ditë për të shqyrtuar zemrën tonë, duke e pyetur veten: cila është sakrifica që Zoti po më kërkon sot? Si mund ta ofroj dhimbjen apo vështirësinë time, sado e vogël qoftë, në bashkim me vuajtjet e Krishtit dhe shpëtimin e shpirtrave? Mos harroni se një sakrificë e vogël e bërë me dashuri të madhe ka vlerë të pafundme në sytë e Zotit. Le të lutemi së bashku. O Zot Jezus, Ti që dhe jetën tënde për ne, na mëso që të duam me të njëjtën dashuri flijuese. Na jep forcë që të përqafojmë sakrificat e kësaj kreshme, duke i ofruar ato si dëshmi të dashurisë dhe të mirënjohjes sonë ndaj Teje. Bëj që përmes flijimit të vetvetes të bashkohemi më thellë me Ty, për të bërë instrumente të dashurisë Tënde në botë, Ti që jeton dhe mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Të dashur dëgjues, për këtë të premte, ju ftoj që të bëni një sakrificë të vogël e të vetëdijshme, por me dashuri, që mund të jetë heqja dorë nga diçka që ju pëlqen, ose ofrimi i një mundimi. Dhe ta ofroni atë për një qëllim të caktuar, si për shembull për paqen në botë, për familjen tuaj, apo për kthimin e ndonjë shpirti. Zoti ju bekoft dhe ju udhëheq në këtë ditë të shenjtë. Ju mirpresim nesër përsëri për meditimin e radhës. Hiri i Zotit qoftë me ju.